Kandidati për deputet i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Ermal Sadiku, e ka postuar këngën e Medës, Ai plumb, pas publikimit të rezultateve preliminare për zgjedhjet parlamentare. Sadiku ka ironizuar me pjesën ku këngëtari thot: "Ma mirë për mu mos t'kisha ardhe hëna." Sipas rezultateve preliminare, LDK-ja renditet e treta dhe ka rreth 14% të votave. Ju thej shumë, hajde në mëre në qeveri, jo s'po dojnë, hajde në mëre, jo s'po dojnë, shkoni bro! Edhe shkun. Lëvizja vetëvendosje ka dalë fituese absolute e zgjedhjeve, duke shkatruar opozitën dhe duke hapur rrugën për krijimin e qeverisë vetme, pa pasur nevojë për koalicione. Sipas të dhënave preliminare të publikuara nga sistemi i numërimit të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, KQZ, partia e kryeministrit Albin Kurti ka siguruar 50.13% të votave në nivel vendi, ose 400.793 vota, një rezultat që e vendos shumë larg çdo konkurrenti tjetër politik. Ky rezultat nuk është thjesht fitore, por dominim i qartë politik. Vetëvendosje ka marrë më shumë vota se sa të gjitha partitë opozitare kryesore së bashku, duke konfirmuar se mbështetja qytetare për qeverisjen e Kurtit jo vetëm që nuk është lëkundur, por është forcuar ndjeshëm. Mesazhi i votuesve është i drejtë për drejtë, vazhdimsi, stabilitet dhe qeverisje pa pazare politike. Në vendin e dytë është renditur Partia Demokratike e Kosovës, PDK, me 20.94% apo 176.000 vota, një rezultat dukshëm më i ulët krahasuar me diferencën e madhe që e ndan nga fituesi. Lidhja Demokratike e Kosovës, LDK, ka përfunduar e treta me 13.93% ose 111.000 vota, duke dëshmuar rënien e vazhdueshme të partisë që dikur dominonte skenën politike. Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës, AAK, ka marrë vetëm 5.88% ose 47.000 vota, ndërsa Nisma Social-Demokrate mbetet jashtë çdo peshe reale politike me vetëm 1.64% apo 13.000 vota. Sipas panelit informues të KQZ-s, deri në momentin e raportimit janë numëruar 824.850 vota nga gjithsej 1.999.204, që përbën 41.26% të përpunimit të pjesëmarrjes. Nga ana tjetër janë proceduar 2.324 nga 2.557 vend votime, ose 90.89%, çka tregon se panorama e përgjithshme e rezultatit tashmë është e qartë dhe ndryshime thelbësore nuk priten. Me këtë epërsi të pakontestueshme, Albin Kurti del nga këto zgjedhje më i fuqishëm se kurrë. Opozita është e fragmentuar, e dobët dhe pa narrativ bindëse, ndërsa vetëvendosja ka siguruar legjitimitetin për të qeverisur e vetme. Rezultatet mbeten preliminare, por mesazhi politik është përfundimtar.